Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Ambasadori i Bashkimit Evropian kërkon shtim të gjyqtarëve për të ulur stokun e dosjeve në gjykata. Pavarësia e drejtësisë është kusht për anëtarësimin. Prezantohet parku i prodhimit të energjisë nga era në Tropoj. Shqipëria synon të jap fund varësisë nga uji për të bërë fuqi eksportuese në Ballkan. Zgjerohet harta e përmbytjeve në Shkodër, uji që shkarkohet nga hidrocentralet vërshon drejt shtëpive dhe tokave, situatë e rënduar edhe në jug. Sot i gjithë vëmendja në ekranin e Vision Plus për finalen e Albania's Got Talent, 11 konkurrent në garë për të fituar çmimin e madh të edicionit të dytë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Drejtësia ka nevojë urgjente për shtimin e numrit të gjyqtarëve. Apeli ka ardhur nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili vuri në dukje se vetëm kështu mund të ulet stoku i madh i dosjeve në gjykata. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi plotësimin e vakancave të magjistratëve si një hap kryesor për ecurinë e reformës në drejtësi. Që këtë muaj të dy këshillat, ai gjyqësor dhe ai i prokurorisë, pritet të kryejë një vlerësim të detajuar të numrit të gjyqtarëve dhe të këshilltarëve që shkolla e magjistraturës duhet të pranojë, nënvizoi Gonzato. E di që nuk është e lehtë të punohet nën presion me një numër të madh dhe në rritje çështjesh të prapambetura, duke garantuar njëkohësisht një cilësi të lartë të drejtësisë. Thënë thjesht, na duhen më shumë gjyqtarë, të mbështetur nga një numër i mjaftueshëm këshilltarësh dhe ndihmësish ligjor. Duke marrë parasysh nevojën për të reduktuar stokun e madh të çështjeve të prapambetura, nevojën për të promovuar specializim më të madh të gjyqtarëve, si edhe nevojën për të pasur fleksibilitet për një numër më të madh angazhimesh të përkohshme. Parakusht për anëtarësimin e Shqipërisë në Union është një gjyqësor i pavarur, tha diplomati. Ekziston edhe një element tjetër kyç që duhet marrë parasysh në diskutimet e sotme, duke pasur parasysh se Shqipëria synon të bëhet një shtet antar i Bashkimit Evropian dhe po bën përparim në këtë drejtim, integrimi i parimeve të së drejtës së Bashkimit Evropian në vendimarrjen gjyqësore. Në të ardhmen e afërt, qytetarët e BE-s mund të dëshirojnë të krijojnë biznese në Shqipëri, të konsumojnë produkte të prodhuara në Shqipëri, të blejnë tokë ose të përfitojnë shërbime të bazuara në Shqipëri. Ambasadori shprehu mbështetje ndaj drejtësisë përmes programit EU for Justice, duke nënvizuar praninë e tij edhe në vazhdim. Prezent në konferencë ishin kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, ai i qeverisë së gjyqësorit Ilir Rusi, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela dhe përfaqësues të SPAK. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministre e Infrastrukturës Belinda Balluku, prezantoi parkun e prodhimit të energjisë nga era në Tropoj. Shefi i qeverisë përsëriti objektivin për t'i dhënë fund varësisë nga importi dhe kthimit të Shqipërisë në fuqi eksportuese të energjisë elektrike në Ballkan. Shqipëria nuk do të jetë më tërësisht e varur nga hecet për prodhimin e energjisë. Qeveria prezantoi projektin e parkut eolik në Tropoj, që do të prodhojë energji elektrike nga era. Një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara, sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura. Koha kur Shqipëria duhet dalin treg për të bler energji, po shkon drejt fundit. Kryeministri Edi Rama u shpreh se synimi kryesor mbetet që vendi ynë të kthehet në një eksportues të energjisë në vendet e rajonit, por jo vetëm. Uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit
Kriju i qeverisë ironizoi dhe akuzat për korrupsion, duke u shprehur se bashkëpunimi me kompanitë ndërkombëtare në sektorin e energjisë ka treguar se pretendimet nuk qëndrojnë. Fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë. E pranishme në këtë aktivitet, zëvendës kryeministria Ngeherazi dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku u shpreh se sektori po hyn në një fazë të re, teksa vendi ynë po heq varësinë nga blerja e energjisë. Të një sektori që ka garanci se do të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Të dhënat e sistemit energjetik sot në të gjithë segmentet e tij tregojnë ecuri pozitive dhe rezultate konkrete të politikave sektoriale. Ky projekt është një investim nga kompania amerikane CWP, të cilës ju dha dhe certifikata për nisjen e punimeve. Shkarkimet nga hidrocentralet sollon për mbytjen e plotë të fshatit Obot në Shkodër, ku lëvizja bëhet vetëm me barka. Fatmirësisht rreshtet kanë pushuar, por mijëra hektar tokë në gjithë vendin janë ende në ujë, ndërkohë shumë rrugë, kryesisht në fshatra, janë bllokuar për shkak të rrëshqitjeve të tokës. Edhe pse gjatë orëve të fundit të rreshtet e shiut kanë ndalur, përmbytjet kanë lënë pas një seri problemesh. Niveli i lumenjve është rritur, ndërsa në disa rrugë ka bllokime për shkak të ujit dhe rrëshqitjes së dherave. Qarku Shkodër mbetet një nga zonat më të prekura. Fshati Obotu zgjua këtë të hënë tërësisht i izoluar. Rruga tashmë është e pakalueshme edhe për mjetet e larta të ushtrisë, ndërsa në përdorim janë rikthyer varkat. Edhe sipërfaqja nën ujë është zgjeruar në të gjithë bashkinë Shkodër, në 1000 hektar, dy fishi e asaj të një dite më parë. Banorët thonë se shkarkimet e hidrocentraleve përkeqësuan gjendjen prej mesnatës. Dje qysh mes dhe ndark ka hi ujë mbëdëm. Dam ka shkatru ujë bëndam gjithmonë. Nuk është pyetja. Ujë edhe jemi disë djegun. Do më dhe gjithë kanë shumë 1 metër ujë ma tepër. Na kam një mruk kërëral shatit, ishtë një baktit si e kom bërë. Kena 100 dilim tokë mëtën ngrunë. Asë kërkush s'ka me na pa. Asë me kjo. Në Lezhë gjithashtu përmbytjet kanë prekur kryesisht tokat bujqësore. Rreth 1200 hektar janë në ujë, kryesisht në zonat Baldren dhe Zejmen. Në Vlorë nga ana tjetër situata po përmirësohet gradualisht. Niveli i ujit të lumit Vjos në zonën e Novoselës ka pasur rënje dhe situata po shkon drejt normalizimit, megjithatë mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Selenic vijojnë rrëshqitjet e tokës në fshatin Vajzë dhe në disa akse rrugore rurale. Në Pogradec janë raportuar shkarje dherash në segmente të rrugëve nacionale dhe rurale, si dhe rreth 25 hektar sipërfaqe toke në ujë. Qarku Gjirokastër vijon gjithashtu të ketë probleme në disa bashki. Rruga e qafës së Çajupit mbetet të bllokuar, ndërsa po punohet për përforcimin e argjinaturës së lumit Drino. Në bashkitë Libohov, Memalia, Përmet dhe Këlcyr janë raportuar rrëshqitje të shumta dherash që kanë bllokuar rrugë rurale dhe kanë rrezikuar banesat, duke e bërë të nevojshëm evakuimin e përkohshëm në disa zona. Zonat malore në Veri dhe Juglindje janë në pushtetin e Dëborës dhe Ngricave. Problematikat më të mëdha janë shfaqur në rrugët rurale mes fshatrave që janë bërë të pakalueshme, ndërsa akset kombëtare janë të hapura. Rreshtet e Dëborës vijojnë me intensitet të shtuar në Veri dhe Juglindje të vendit. Në Dibër temperaturat nën zero kanë shkaktuar probleme kryesisht në qarkullim. Rruga rurale Peshkopilur është e paqarkullueshme nga bora dhe lëvizja bëhet nga Rrësheni. Ndërkohë janë akoma të bllokuara disa rrugë të brendshme fshatrash në qendrën administrative e Silisht, Lur, Kala e Dodës, Zalldar dhe Tomin. Në Bulqiz gjithashtu vijon të mbetet e bllokuar rruga mes qytetit të vjetër dhe qytetit të ri, ndërsa janë të bllokuara edhe rrugët e fshatrave me qendrat administrative në njësitë Trebisht, Ostren dhe Martanesh. Akset e rrugëve nacionale janë të kalueshme përveç segmentit Ura e Çerenecit Steblev, që është thuajse i pakalueshëm.
Ndërkohë në akset e rrugës së Arbrit, Qafbull, Kras dhe Peshkopi Vasie nga mjetet, lëvizja bëhet vetëm me goma dimërore. Në Shkodër të gjitha akset rrugore janë të kalueshme, por drejtuesit duhet të jenë të pajisur me goma dimërore dhe zinxhir. Në Bogë qafthore Thedh, firmat kontraktore kanë ndërhyrë për pastrimin e këtij aksi, pasi në zonat të caktuara dëbora arrin në 1.5 metra. Edhe në Tamar Vermosh është kryer pastrimi dhe kriposja, pasi ngritëset kanë vështirësuar qarkullimin në orët e para të mëngjesit. Rreshtet e dëborës dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë sjellë problematika edhe në disa zona të qarkut Korç, kryesisht në formën e rrëshqitjeve të dherave dhe bllokimeve të rrugëve. Në Bashkim Pogradec, problematika kryesore mbeten në rrëshqitjet e dherave. Gjatë ditës së dieshme, inxhinierët e shërbimit gjeologjik kanë inspektuar zonat problematike. Aksi Ersekli Skovik ndërkohë është i hapur dhe i kriposur. Edhe në Elbasan, temperaturat kanë zbritur në -10 gradë Celsius në zonat malore dhe si pasojë në aksin nacional Elbasan Qaftan ka pasur rreshje dëbore dhe po punohet vazhdimisht për të shmangur bllokimin e rrugës. Albania's Got Talent, spektakli më i ndjekur kurorëzon sonte në mbrëmje fituesin e edicionit të dytë. E gjithë vëmendja është në ekranin e Vision Plus, ku 11 konkurrent janë në garë për të rrëmbyer çmimin e madh. Sonte është nata kur emocionet arrin kulmin dhe skena e Albania's Got Talent shndërrohet në vendin ku ëndrat marrin formë. Pas javësh sfidash, emocionesh dhe performancash që kanë bërthyer publikun, 11 finalistë ngjiten në skenë për të dhënë gjithçka në garën për çmimin e madh. Finalizimi i gjithë Albania's Got Talent është patjetër përgjegjësi e madhe, është shumë bukur dhe ju mbetet që joni spektaklin tani. Besojmë që të dalim maksimumin me energji pozitive dhe pse jo edhe fitore. Qysh po na sheh jena tepër energjik, tepër mendjes po presim me dal skenë dhe me jep atë energjinë tonë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur në Got Talent, gjysmëfinalja, por jam shumë i lumtur që jam edhe në finale sepse kjo ishte qëllimi im. Është finalja që mbyll një rrugëtim të jashtëzakonshëm dhe hap një kapitull të ri për talentet që kanë guxuar të ëndrrojnë. Çdo finalist vjen sonte me historinë e tij, me pasionin që e ka sjellë deri këtu dhe me performancën më të fortë që ka ndërtuar ndonjëherë. Të marrësh pjesë në skenën e Albania's Got Talent, për mua është një arritje shumë e madhe dhe më shumë që preka skenën e finales së madhe. Nuk kam emocione sepse kam marrë shumë pjesë në për gara edicione ndërkombëtare gjitha dhe jam mësuar. Për ne si grup kjo eksperiencë është shumë e bukur, gjithsesi ka pas vështirësitë e veta, sepse edhe konkurrentët e tjerë janë shumë të mirë, por gjithsesi ne ja dolëm të arritnim ose të ceknim finalen në Albania Got Talent. Të gjithë janë shumë të mirë, por le të themi se do të fitojmë i miri. Një finale që flet shqip në shumë forma dhe përfaqëson talente nga treva të ndryshme, kudo ku jetojnë shqiptar, e po ashtu në një finale që për herë të parë vë përballë babë e birë në një garë për çmimin e madh. Kam një konkurrent të fortë, shumë të fortë, jo ky, shumë i fortë, edhe urojmë të shkojë gjithçka mirë. Është një eksperiencë shumë e bukur, por edhe shumë interesante, sepse besoj që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Got Talent që të konkurrojnë babë e birë edhe kukull. Vision Plus ka ndërtuar një mozaik të rrallë artistik ku bashkohen zhanre, kultura dhe energji të ndryshme. Nga vokalet që të prekin shpirtin, tek instrumentistët virtuoz, iluzionistët që sfidojnë realitetin, ventrilokuistët me humorin inteligjent, kërcim tradicional shqiptar që ruan rrënjët tona kulturore, e deri tek arti i cirku dhe akrobaci që mbushin skenën me adrenalinë. Unë di aftësitë e mia, e di se çfarë jam aftë të bëj, e di se si përgjigjem mund ndaj skenës, kështu që thjesht kam marrë ta gërtohem dhe fitof më mirë pse jo. Klikoni në visionplus.tv. Në këtë natë vendimtare gjithçka kalon në duart e publikut. Në fund të gjitha performancave, votimi hapet online dhe kushdo nga kudo në botë do të ketë akses në websajtin voto.visionplus.tv për të mbështetur artistin e preferuar. Çdo person ka të drejtë deri në 10 vota, ndaj sonte publiku nuk është thjesht spektator, por është vendimarrës. Një finale ku çdo performancë mund të bëjë diferencën dhe çdo vot mund të ndryshojë historinë.
Protestat masive, sipas kreu demokrat Sali Berisha, janë rruga e vetme për rrëzimin e qeverisë. Ai tha se opozita do të rezistojë me të gjitha mënyrat në rrugë sheshe, por edhe në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha para gazetarëve përsëriti se betejë e opozitës në parlamentin sheshe do të jetë vetëm në funksion të largimit të qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Berisha shpjegoi se opozita nuk pret as nga faktori ndërkombëtar, as nga sistemi i drejtësisë që të rrëzojnë kryeministrin Rama, pasi në bindjen e tij kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet protestave e reagimit të qytetarëve. Fjalën e vetme e kanë qytetarë shqiptarë. Ne kemi theksoj, Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia. Edi Ramën nuk do ta heqin deltat. Atë do ta heqin qytetarët shqiptar me protestet e tyre. Gjatë konferencës Berisha komentoi edhe aktivitetin e kryeministit Edi Rama e numri 2 të qeverisë Belinda Balluku për prezantimin e projektit për ndërtimin e një parku të energjisë nëpërmjet erës, pjesë e të cilit ishte dhe ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Berisha sulmoi zëvendës kryeministren Belinda Balluku por shmangu çdo koment për diplomaten amerikane. Nuk e kam pa këtë lajm akoma, do ta shoh, por sidoqoftë duhet të them që Balluku turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balluku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Strategjia e opozitës kundër qeverisë Rama duke se do të fokusohet tek protestat. Protesta kombëtare do zhvillohet në 24 janar, ndërkohë që deputetët demokrat kanë vendosur të mos lejojnë zhvillimin normal të parlamentit, i cili nis sesionin e ri të hënën e ardhshme. Avokatët e ish-kryeministrit Berisha paraqitën në gjykatë pretendimet e tyre sa i takon akuzave për privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani. Ata thanë se vendimet e qeverisë janë kolegjiale dhe jo individuale. Mbrojtja kërkoi gjithashtu që kryeministri Rama të thirret si dëshmitar në proces. Sali Berisha argumentoi pafajësinë e tij në gjykatën e posaçme. Përmes përfaqësuesve të tij ligjor për togat e zeza, ai parashtroi argumentet kundër prokurorisë së posaçme për akuzën e korrupsionit që rëndon ndaj tij për kohën kur ishte kryeministër. 3 janë shtyllat ku e bazojnë avokatët mbrojtjen. Së pari, Berisha nuk mund të vihet në akuzë sipas tyre për një vendim që është kolegjial. Pra një vendim i Këshillit të Ministrave nuk mund të bëjë me faj një kryeministër, pasi është i përbashkët, e po ashtu edhe aktet që kanë rrjedhur prej tij nuk janë individuale. Kështu SPAK sipas tyre është në tejkalim kompetencash, sepse nuk mund të vlerësoj bazën ligjore për VKM-t apo politikat që ndjek një qeveri. Këtë e bën vetëm gjykata kushtetuese. Së dyti në optikën e avokatëve, SPAK e ka pasur qëllim në vetvete të vendosë në akuzë Sali Berishën. Kjo sepse sipas tyre në kërkesë prokuroria fillimisht ka gjetur fajtorin dhe më pas fajin, çka do të thotë se ka dështuar për të provuar shkaksin. Sipas Klodiana Gjyzarit dhe Genc Gjokutajt që mbrojnë Sali Berishën, nuk ka ndonjë fakt penal që provon ekzistencën e një marrëveshjeje paraprake mes tij dhe ndërtuesit të vënë në akuzë Fatmir Bektashi për marrjen e një rishfeti. Nuk ka se si klienti i tyre të nxirrte aktet nënligjore e më pas të privatizonte kompleksin në favor të dhëndrit të tij. Së treti, ndjekja penale ka qenë ndikuar politikisht. Këto pretendime, thon avokatët, mbështeten në deklaratat të kryera nga kryeministri Edi Rama, ambasadorja Yuri Kim dhe ish-zyrtari amerikan Gabriel Escobar. Në përfundim, mbrojtja kërkoi që të thirret dëshmitar kryeministri aktual i vendit Edi Rama, që asë kohë ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe që sipas tyre firmosi ndryshimin e destinacionit të ish-klubit sportiv Partizani. Po ashtu ata kërkojnë dëshminë e oficerit të policisë gjyqësore që ka hetuar dosjen, Besmir Karanja, pasi pretendojnë se është aktivist politik i Partisë Socialiste. Për mediat, Genc Gjokutaj ndau se seanca e ardhshme do të zhvillohet në datën 26 janar, ndërsa i pyetur nëse gjykata e pranoi kërkesën e tyre për dëshminë e Ramës, ai thotë se ende nuk ka një vendim. Gjykata nëse do të jap një vendim të bazuar në ligj dhe në të vërtetën objektive që kanë ndodhur, sepse përveç se zotit Rama ne kemi thirrur edhe oficerin e policisë gjyqësore, zotin Karanja, i cili ka qenë një aktivist i Partisë Socialiste dhe sot militon në BGH. Të bashkëpandehur në proces janë dhëndëri i tij Jamar Maltezi, që sipas SPAK është përfituesi nga privatizimi i ish-kompleksit sportiv.
Fatmir Bektashi që ndërtoi 17 pallate mbi këto troje, Noteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.